Në raportimin e parë, prokurorit i kumtohet lajmi se i dyshuari i 4 ka arritur të largohet nga shtëpia duke ikur nga kulmi i saj. Personi është identifikuar nga policia dhe do vendoset në kërkim deri në momentin e arrestimit. Ky pra është lokacioni i dytë i cili është bazis në Mitrovicë, e ku dyshohet se personi i dyshuar ka arritur të arrasitet pasi ka dëgjuar zyrtarët policorë duke thyer derën e shtëpisë, pasi njëjti nuk është përgjigjur. Ai dyshohet se është ngjitur shkallave të lartë dhe ka vazhduar mbi atij ku edhe është arratisur. Andaj zyrtarët policorë janë në kërkim të tij dhe presim që shumë shpejt arrestohet. Ky pra vendi ku personi i cili ka qenë në kërkim është arratisur, duke i shfrytzuar këto hapësira ku shihen edhe gjurmët e këmbëve, teksa e ka tejkaluar edhe kulmin e shtëpisë dhe ka kaluar në anën tjetër të lagjës. Pas ti menjëherë janë vend zyrtarët policorë dhe jemi në kërkim dhe shumë shpejt pritet arrestimi i tij. Tri pronat e të dyshuarve për vjedhje të dhënave bankare janë mbasitur në një operacion të gjerë të prokurisë së Prishtinës. Grupi dyshohet se ka përfituar mbi 50.000 euro nga kartelat bankare. Prokurori Kastriot Berisha i vën në krye të hetimit urdhëron që për posbasisjeve të konfiskohen disa vetura luksoze që janë në pronësi të dyshuarve të këtij rasti.